keni garancë do të keni mbështetje zotin Ahmet. Në cilën komunë është patjetër, domethënë fundi mendoj, po megjithatë unë dua ta di se kush zotit cilën komune ka të pa kompromis zotit Aravari që ta fiton. Ka bastion. Edhe pse diçka çfarë nuk më pëlqen, pasi që jemi në format podcastit po e bisedoj edhe këtë. Kur politikanët, edhe këtë nuk thënë vetëm për zotin Aravari ose zotin Ahmeti, për gjithë përgjithësi si lider që jeni, kur flitni për komunat, flitni sikur i keni prona, për kështu personale. Ai unë do ta jap ti këtë, ti ma jep këtë. Prandaj po e parashtoj pyetjen ashtu siç është edhe në formë kushtetuese edhe ligjore edhe kështu. Cilën komune ke pa kompromis dëshiron ta fitosh? Ka pa kompromis, ka komunë pa kompromis. Po e kam thënë edhe me derisa ishim vlen, thënë për t'i dhënë komunë një partie duhet të ketë material substancë. Më thënë nesër ti merre komunën e Çajirit, probleme kemi si Aleancë për shqiptarët për ta fituar. Ku mendon se ke strukturat edhe për disa komuna, bile edhe me Vleniu kemi insistu për hajtë bëjmë anketa, se zgjedhjet lokale janë pak më ndryshe. Kërkon shifet edhe individi, kandidat për kryetar. Ku është Aleanca për shqiptarët më e fuqishme? Më e fuqishme ato komuna ku ka garu, ku ka pas kandidaturat mira, ka shkurrur në dytë në zgjedhjet e kaluara. Te Arc, Bogovin, Vrapçisht, Kostivar, ku qeveris momentalisht Diber e ka fitu vjot Aleancës për shqiptarët nga BDI-ja, komuna e Dibrës. Zotri Bekim Pocesta e fitoi zgjedhjet atje. Këtë e din çdo qytetar i Dibrës. Po sidoqoftë, këto janë vendet ku Aleanca për shqiptarët, Saraj kemi strukturë të mirë, Likov kemi strukturë të mirë.